Të dashur, të respektuar besimtar, vëllezër dhe motra. Sot me leje të Allahut subhanahu wa taala jemi tek Suratul Hadid, një sure që emërtohet Hekuri. Është një sure medinase prej 29 ajeteve dhe ka marrë këtë emër prej ajetit të 25 që kalon në këtë sure, ku Allahu ka përmendur ne e kemi zbritur hekurin. Kjo është një sure që me anë të këtij emri ka një mesazh të madh, dhe ky ajet ku kalon emri po ashtu ka një mesazh jashtëzakonisht shumë të rëndësishëm që duhet ta kuptojmë dhe ta praktikojmë gjithë secili prej nesh si besimtar. Fakti i rëndësishëm është se kjo sure është medinase, që do të thotë tashmë Islami kishte kaluar në një dimension tjetër të marrëdhënieve me shtetet e ndryshme dhe me fetë e ndryshme, sepse tashmë Islami ishte formuar në një shteti i parë pra në Medinë. Dhe si çdo shtet ka ligjet se si ai do ta ngrejë shtetin me anë të themeleve të këtyre ligjeve, Islami ligjin thelbësor që e qartëson Kur'ani famëlart, që është një prej ligjeve të domosdoshme për të qenë një jetë e mirë në mbarvajtjen e saj, në jetën personale, familjare dhe marrëdhëniet shoqërore, që është e lidhur ngushtë me këtë botë dhe në botën tjetër, ka në thelb drejtësinë. Kështu që shohim që Islami si shtet apo Islami si doktrinë që don ta kultivojë në zemrën e çdo besimtari ka drejtësinë absolute. Sepse çdo marrëdhënie që ne ngrim në jetën e kësaj bote me të gjithë ata që neve na rrethojnë, duhet të jetë në parimin e të drejtës, e hakut që gjithë secili meriton. Të dashur besimtar, Allahu i lartësuar thot në Kur'anin famëlart, në surën Hadid, ajetin e 25 që e lexuam më lart, ne i dërguam të dërguarit tan me dokumente të qarta dhe ne zbritëm me ata librin dhe drejtësinë, që t'i përmbahen njerëzit të drejtës. Pra shohim që çdo profet, Allahu po na qartëson që me shpalljen e Allahut, me librin e tij që i është shpallur çdo profeti, po ashtu dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me njëherë mbas kësaj shpallje, bashkë me të ka ardhur edhe drejtësia. Dhe këtu më pas përmendet pikërisht hekuri, që ka një dimension shumë të rëndësishëm të mësimit islam, ku thot, ne kemi zbritur edhe hekurin, i cili në të ka forcë të fortë dhe dobi për njerëzit. Dhe është për të ditur Allahu se kush e ndihmon atë në rrugën e tij dhe të dërguarit e tij duke i besuar të fshetës, dhe s'ka dyshim se Allahu është i fuqishëm dhe mbizotrues. Duke pasur parasysh themelin e drejtësisë dhe ku hekuri është përdorur pikërisht në këtë ajet që simbolizon një shtet që hekurin e përdor në aspektin e forcës, duke futur në dimensionin politik të saj, na vjen në ndihmë ajeti 135 i surës Nisa, që thot prijesve dhe u thot të gjithë njerëzve, o ju që keni besuar, vazhdimisht të jeni dëshmues të drejtë për hir të Allahut, të dëshmoni të drejtën edhe nëse është kundër jush dhe interesit të vetës tuaj, edhe nëse është kundër prindërve tuaj, edhe nëse është kundër të afërmëve tuaj. Le të jetë ai për të cilin ju dëshmoni, pasanik apo varfanjak, sepse Allahu e di më mirë për ta. Pra mos ndiqni emocionin e t'i shmangeni drejtësisë, nëse shtrembëroni ose të riqeni, Allahu është i njohur orëllësisht për çka punoni. Duke na përkujtuar me të madhe Allahu i lartësuar, edhe duke na kërcënuar në të njëjtën kohë, se nëse nuk do të kemi parim drejtësinë në jetën e kësaj bote, qoftë edhe nëse është kundra vetes tonë, nëse do të mbajmë një krah apo një anë të një njeriu pse e njohim, apo pse dikush është i pasur duke dëshmuar në dëm të një të varfëri, Allahu kërcënon se do dalim para atij dhe ai di gjithçka. Të dashur besimtar, Allahu i lartësuar e ka përmendur hekurin, siç e thash më lart,
për të përmendur ndikimin politik që shteti duhet të ketë në marrëdhënien me njerëzit apo edhe me marrëdhëniet e shteteve të tjera. Sepse historikisht kështu janë ngritur shtetet në fakt. Po të shikojmë her pas here, po edhe sot që ne po jetojmë në kohët e civilizimit më të madh që ndoshta ka parë historia njerëzore, shikojmë që luftrat janë të pashmangshme. Ai i cili ka fuqinë, ai i cili ka forcën dominon ndaj të dobtit, me të drejtë apo jo. Ndërkohë hekuri këtu në këtë rast është përmendur se kushdo që do ta marrë këtë forcë që e ka zbritur Zoti në tokë, pra hekurin, në kuptimin e pushtetit, dhe do ta përdori me drejtësi, dhe do ta përdori për t'i dalë në krah atij që është i shtypur, do ta përdori për të ndihmuar skamorët, të varfrit, që të rritet mirëqenia në shoqëri, duke përdorur drejtësinë, ai njeri, ai shtet, ai prijes patjetër që do të ketë një vend të veçantë tek Zoti ditën e gjykimit. Por kur kjo forcë bëhet sprovë në të kundërtën, ku dikush gënjehet me pushtetin momental, e përdor forcën apo e përdor politikën e tij, duke e shtypur popullin e tij, duke bërë padrejtësi ndaj të dobtëve, duke vrarë më pa të drejtë siç ndodh aktualisht, atëherë këta njerëz, edhe pse kanë pushtet momental në jetën e kësaj bote, kërcënimi është i qartë në Kur'anin famëlar se kur të dalin para Allahut subhanahu wa taala, këta njerëz do të jenë ata që do të shkatrohen. Dhe jo me kohë të përmendi Allahu po ashtu në Kur'anin famëlar që hekurin, pra këtë material që është një nga materialet themelore, thelbësore për këtë jetë, për të ndërtuar, për të ngritur banesat tona, edhe për të siguruar, siç tham, fuqinë, edhe për të dashur njeriu që ta aplikojë të drejtën, e përmend si një mirësi që ja ka dhënë Davudit alayhis salam, ku thot në surën Sebe 10 dhe 11, "Wa laqad atayna Dawuda minna fadla, ya jibalu awbi ma'hu wat-tayr wa alna lahu al-hadid." Dhe tham, o Daud, ne i patëm dhënë Daudit pra dhurata të mëdha nga ana jon, dhe tham, o male dhe o shpez, lartësoni me të spisë së bashku me të, dhe ne ja zbutëm atij hekurin, ja bëm si brum. Dhe kështu ai i tham që të punoj këmisha të plota nga hekuri, dhe thuri me saktësi ato, dhe puno vepra të mira o familja e Daudit, se unë vëzhgoj atë që ju punoni. Dhe Daudi alayhis salam ishte i shquar në zejtari, dhe me anë të hekurit që e mundësoi që ai ta punonte, duke thurur ato veshjet ushtarake parzmore të cilat do të shërbenin për ushtrinë, se e dim që Daudi alayhis salam ishte një mbret, kishte një ushtri që me anë të kësaj force të madhe politike, ai kudo që shkelte, po edhe me Sulejmanin alayhis salam, që ishte djali i tij, vendosnin drejtësinë, dhe kjo tregohet qartë në surën Sebe që e kemi shpjeguar në marrëdhënien e Sulejmanit me mbretëreshën, e cila në vendin e saj bënte padrejtësinë më të madhe, që adhuronte idhuj dhe besonin diellin si Zot në vend të Allahut, dhe kështu Sulejmani alayhis salam me forcën e tij, me drejtsinë që Zoti ja kishte dhënë, ai vendoste drejtsinë të adhurohej Zotin një i vetëm pa shok, dhe njerëzit të jetonin të lirë, jo të shtypur nga pushtetet e tiranisë dhe njerëzve të cilët mendojnë se nuk do të takojnë Allahun subhanahu wa taala. Kështu bëhet e qartë në këtë sure se ose do të përdoret kjo forcë për drejtësi, ose do të përdoret për zullum. Por ama ne si musliman mësojmë nga kjo sure dhe nga ky ajet ku kalon hekuri si emër i veçantë, se ne duhet të jemi gjithmonë të matur dhe nuk duhet të jemi kurrë si emocional. Që do të thotë të dashur besimtar, kur ka konflikt midis dy palëve, siç aktualisht ka konflikte botërore me luftra që vriten njerëz të pafajshëm, ana jon nuk duhet të jetë me këtë apo me atë për shkak të përkatësisë fetare. Janë muslimanë dhe duhet të jenë muslimanë. Patjetër kjo është parim thelbësor, por ama më thelbësore se sa kjo është që ne të jemi me drejtsinë. Që do të thotë, nëse ne mbajmë një krah, nëse ne mbështesim vëllezërit tanë në Palestinë, mbështesim sepse ata po shtypen nga padrejtësia, po shtypen nga tirania, po shtypen nga zullumqtarët, po shtypen nga kriminalët, dhe nuk është se kemi urrëtie ne si muslimanë, dhe kurse si, nuk duhet kemi urrëtie pse ata janë të një përkatësie të feje tjetër, por ne kemi urrëtie për shkak të padrejtësisë së madhe që ata bëjnë ndaj të shtypurve. Kështu që muslimani duhet të jetë i kujdesshëm në këtë gjë, se gjithmonë ai është me të drejtën.
A ka një ngjarje që e qartëson mirë këtë fakt? Po, ka një ngjarje shumë interesante në kohën e profetit alayhi salatu vesselam, ku një sahabi që kishte pranuar islamin, Tume bin Ubejrik. Ky sahabi, siç tregohet e qartë në hadith të pakontestueshëm, shikon një parzmore, të cilën e merr me pa të drejtë, bën një vjedhje dhe e vendos në thesin e miellit të tij. Dhe largohet nga vendi ku e vjedh këtë parzmore dhe shkon drejt shtëpisë së tij. Por thesi duke qenë i shpuar le gjurmët e miellit mbrapa. Dhe kuptohet qartë kur ky e shikon se gjurmët e drejtonin drejt shtëpisë së tij. Dhe ky sahabi që mos të kuptojë që e ka vjedhur ai këtë parzmore, e merr thesin e miellit bashkë me parzmoren që kishte futur brenda dhe e vendos tek shtëpia e komshiut të tij të besimit jehudi. Dhe kështu, kur te lajmi që është vjedhur një parzmore, atëre ky sahabi merr njerëzit e fisit të vet dhe i tregon që parzmoren e ka vjedhur jehudiu. Dhe kështu shkojnë tek profeti sallallahu alaihi wasallam, që parzmoren e ka vjedhur filani. Profeti alaihi salam shikon të gjitha ato dëshmitar, edhe faktet e drejtonin pikërisht tek shtëpia e jehudiut, dhe sa do të gjykonte se këtë parzmore e ka vjedhur jehudiu dhe meriton dënimin përkatës, Allahu i lartësuar do të shpall ajetin e 105 deri në ajetin e 115 të surës Nisa, pikërisht për këtë fakt. Ku Allahu i lartësuar thot në Kur'anin famëlar: ne të zbritëm ty o Muhammed Kur'anin me plot të vërteta, që të gjykosh mes njerëzve me atë që të mësoi Allahu, mos u ngatro me tradhtarët, mos u dil atyre në ndihmë. Dhe ky ishte ajeti që u qartësua profeti alayhi salatu selam, sepse edhe jehudiu në këtë rast e kundërshtoi, nuk e kanë vjedhur unë atë gjë. Dhe imagjinon në një marrëdhënie të tillë të dashur besimtar midis muslimanëve dhe pjesëtarëve të fesë tjetër, që akoma gjërat nuk ishin ulur siç duhet, gjakrat ishin akoma të nxehtë dhe Islami po vendosë një drejtësi, kjo ishte shkak për luftë. Dhe nëse Muhamedi alayhis salam do të gjykonte me emocion, do të gjykonte në krahun e muslimanit, atëra do të ishte një fatkeqësi dhe një gjykim jo i drejtë. Dhe Allahu e mbrojti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha mos i dil në ndihmë pra tradhtarëve, këta të cilët po gënjen pra në emër të Zotit, edhe pse ishin musliman. Kërkoj falje për këtë Allahut, dhe Allahu është falës dhe mëshirues i madh. Dhe mos polemizo me ata që e tradhtojnë vetveten. Allahu nuk e do atë që është gënjeshtar e mëkatar, duke shënjuar pikërisht këtë sahabi të profetit alayhi salatu wassalam. Dhe Allahu tregon një fakt interesant, dhe thot ata fshihen, kanë turp për njerëzve, pse e vodhi dhe ai nuk donte që turpi i tij të dilte tek njerëzit dhe nuk turpërohen ata para Allahut, e ai është më edhe që i di të fshetat që i planifikojnë ata, më shumë se sa njerëzit. Allahu di gjithçka. Nuk mund të shpëtoj askush prej veprimeve që bëjnë pra në sy të Allahut subhanahu wa taala. Dhe ja, ju jeni që i mbrojtet gënjeshtarët në jetën e kësaj bote. E supozojmë e mbrojtet mikun tuaj në jetën e kësaj bote, dëshmuat me pa të drejtë në jetën e kësaj bote. Por Allahu thot, mirë, po kush do ta mbrojë atë ditën e gjykimit? A nuk keni frikë nga takimi me Allahun subhanahu wa taala? Kush do t'ju marrë ju në mbrojtje ditën e gjykimit nëse nuk jeni të drejtë në jetën e kësaj bote? Dhe deri në ajetin e 115 tregohet më pas të dashur besimtar që ky sahabi do të largohet, nuk do ta pranojë gabimin e tij dhe thuhet aq sa edhe është kthyer nga feja islame, subhanallahu. Vetëm për një gabim dhe që ai nuk e përtypi dot. Vetëm se drejtësia u vendos mbi të dhe që dënimin që e meritonte që e kishte bërë me duart e tij u arratis, u largua nga Medina dhe për të tregohet që është edhe larguar nga Islami. Dhe këtu shikojmë që ai ka humbur jo vetëm këtë botë, po Allahu na ruajt humbi edhe botën tjetër. Prandaj është shumë e rëndësishme që muslimani të jetë i pjekur, kurse si emocional, por gjithmonë të gjykojë me drejtësi, aq sa edhe nëse do të jetë kundra vetes, ai të kërkojë falje Allahut subhanahu wa taala, të kërkojë hallallikun ndaj dikujt që ka bërë pa drejtësi, dhe më mirë kështu duke kërkuar falje, duke jetuar me dinjitet, se sa duke hyrë tjetrit në hak e duke u fshehur në sytë e njerëzve, duke mashtruar në sytë e njerëzve, por harrojmë se Allahu subhanahu wa taala na shikon dhe do të na marr
në llogari. Kështu që edhe një herë këtu përmendet pra kaq interesante kjo sure me emrin e hekurit për të na bërë të kuptojnë simbolikën e të qenurit një shtet i fortë, një prijes i fortë, një besimtar i fortë me parimet e drejtësisë. Aq sa të kujtojmë se profeti sallallahu alejhi wasallam, një nga 7 grupet që do të jenë në hijen e arshit të Allahut ditën e gjykimit, ditën ku nuk do të ketë hije përpos hijes së arshit të tij, ka thënë do të jetë prijesi i drejtë, sepse drejtësia është ajo e cila siguron jetën e gjithë secilit, siguron hakun e gjithë secilit. Islami ka 4 parime themelore: lirinë e besimit, ka lirinë e jetës, ka lirinë e pasurisë dhe ka lirinë e nderit. Dhe të gjitha këto Islami i mbron me drejtësinë absolute. Dhe kush i cënon këto, ka shi dikuj tjetër, ai ka bërë padrejtësinë më të madhe para Allahut subhanahu wa taala. Të dashur besimtar, këtu kemi dhe një mesazh thelbësor duke pas parasysh ajetin e fundit të surës Ali Imran. Dhe kjo është po ashtu një mësim i madh për gjithë secilin prej nesh. Thot Allahu në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu zbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." O besimtar, bëni durim, bëuni të durueshëm kundër armiqve dhe rini të përgatitur që të shpëtoni, ruajuni gjithashtu dënimit të Allahut. Dhe këtu ka një mësim të madh që Islami kërkon nga besimtari që të rritet nga aspekti intelektual, të rritet po ashtu nga aspekti edhe i fuqisë fizike, qoftë si individ, qoftë si familje, qoftë si shoqëri dhe më rëndësishmja duke qenë pra një shtet i fortë. Sepse në këtë formë ne arrim të kuptojmë që në momentin që do të marrim direktivat që Allahu i lartësuar neve na urdhëron, shikojmë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka këshilluar muslimanët që fëmijët e juaj duhet t'i edukoni, duhet të jenë të arsimuar, duhet të jenë fëmijë të cilët dinë të kalerojnë, tha profeti alaihi salatu wasalam. Duhet të jenë fëmijë që dinë të udhin shigjeta, tha profeti alaihi salatu wasalam. Pra në një farë forme të edukohet rinia, në një farë forme të piqet rinia, sepse është një nga fatkeqësitë e kohës sot që mund të jenë djemt mbi 20 e ca vjeç, por akoma nuk janë të pjekur. Nuk e kanë arritur pjekurinë siç duhet, vetëm për këtë fakt, sepse siç tham, mungon e tëra ajo në mënyrën se si udhëhiqet një shoqëri nga prijesit. Dhe këtu ne shikojmë që ne duhet jemi të përgatitur, duhet jemi të fortë, duhet që gjithmonë muslimani, si tha profeti alayhis salam, më i forti është më i mirë se i dobti. Dhe kur ne ta kuptojmë mirë këtë gjë, do të jemi për atyre që do të kërkojmë gjithmonë në shoqërinë tonë që e drejta të mbizotrojë. Do të kërkojmë gjithmonë në shoqërinë tonë që aty ku shohim padrejtësi, ku shohim korrupsion, aty ku shohim gjëra të cilat bien ndesh me parimet themelore islame, ne si musliman duhet të jemi minimalisht urryes ndaj asaj, siç tha profeti alayhi salatu wasalam. Ta urrejmë me zemër, por kjo është, tha, grada më e dobët e besimit, por njeriu duhet ta ndryshojë me dorë nëse ka mundësi dhe duhet që të flas kundra saj. Dhe kështu shohim një mësim të madh pra në surën Hadid, që me një emër kaq interesant që e përmend Allahu për hekurin, ka mësime kaq thelbësore që të ngrihet një shoqëri dhe të ngrihet një komb mbi parimet më të dashura të Zotit që është drejtësia. E lutim Allahun e lartësuar të jemi të drejtë, e lutim Allahun e lartësuar të na bëjë prej tyre që të mjaftohemi me atë çfarë Zoti na ka dhënë furnizim dhe kurse si mos të zgjasim dorën tek haku i të tjerëve, mos të bëjmë padrejtësi, mos të përfitojmë se jemi dikush dhe të shtypim të dobtit nga ideja se nuk kanë çfarë na bëjnë sepse ne jemi më të fortë, kurse si kjo lloj ndjesie nuk duhet të jetë në zemrën e besimtarit musliman, i cili, si tha profeti sallallahu alaihi wasallam, dikur nga popujt e mëparshëm tha, Allahu e hapi tokën dhe e glabëroi toka një njeri i cili po ecte me mendje madhësi, që unë jam dikushi, unë bëj çfarë të dua, unë bëj padrejtësi se askush nuk ka çfarë të më bëj mua, por ne si besimtar kemi parimin themelor, do dalim para Allahut subhanahu wa taala dhe do t'japim llogari për gjithçka. Prandaj Zoti i lartësuar na bëf prej të drejtëve, na bëf prej tyre që jetojmë Islamin me parimet madhore të Kur'anit dhe Sunetit Muhamedit alayhi salatu wassalam. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli. Alhamdulillah.